Horoskopi ditor e shtunë 12 prill 2025. Dashi. Sot duhet i bëni vetes shumë pyetje të rëndësishme. Universi po ju shtyn udhëtimin tuaj të vetë zbulimit. Nëse rezistoni, nuk do t'jeni në humor shumë të mirë. Ju mund të dëshironi ta lehtësoni këtë periudhë me yoga ose me meditim. Demi. Nëse ndjeni të pavlerësuar nga njerëzit përreth jush, provoni të shkoni diku tjetër. Të lutesh për vëmendje, nuk është të rejse, shkoni atje ku e dini se jeni të vlerësuar, ku historitë tuaja do t'i bëjnë njerëzit të qeshin, ku ndiheni si në shtëpinë tuaj. Dije se nëse e qëndroni aty ku jeni, asgjë që provoni nuk do të funksionojë. Binjakët. Mund të jeni në një situatë të pakëndshme me miq sot, mund të dëgjoni thashë theme rreth një shoku të përbashkët. Njerëzit të cilët po përgojoni mund të bëjnë thashë theme për ju më vonë. Aspekti financiar paraqitet në formë të mirë. Gaforia. Një mik apo koleg i ngushtë mund të marrë një vlerësim të veçantë për vlerat e mira sot. Ju jeni të kënaqur me suksesin e mikut tuaj dhe mirënjohës për fatin tuaj të mirë. Duket se edhe ju keni arritur një objektiv afatgjatë, ndërsa mund të mos jeni të njohur në publik. Ju e dini në zemrën tuaj se keni arritur atë që keni synuar. Luani. Ju mund të keni dëgjuar një histori të këndshme për një miko të fundit dhe thjesht po vdisni për ta ndarë atë me rrethin tuaj. Kujdes me këtë impuls. Pala në fjalë nuk do të vlerësonte të dëgjonte për atë që po bëni. Mund të dëmtoni në mënyrë të panevojshme reputacionin e dikujt. Virgjëresha, ka të ngjarë që ju të merrni një letër ose telefonat që ju paralajmëron për lajme të mira financiare. Mendja juaj mund të fillojë menjëherë të rrotullohet me mënyra për të shpenzuar këtë fitim të papritur. Kujdesuni që të mos shkoni në pazar, nëse investohet me mençuri këto para, mund të zgjasin një jetë. Peshorja, sot mund t'i gjeni të shpërblyera të gjitha përpjekjet tuaja të fundit, të menduarit e shpejt dhe aftësitë tuaja të zgjuara të vëzhgimit u kanë lëmë për shtypje të tjerve. Mos u habitni nëse përfundoni në qendër të vëmendjes duke u skuqur nga brohoritjet. Kjo ka të ngjarë t'i jap një shtysë të madhe besimit tuaj. Akrepi. Ju jeni jashtëzakonisht bindës, duke e bërë praktikisht të pamundur që dikush t'ju thotë jo. Të gjitha shenjat tregojnë se do të keni sukses me çdo gjë që ndërmerrni. Përfitoni nga kjo kohë e favorshme, por jeni të kujdesshëm me marrëveshjet e papritura. Shigjetari, kjo është një ditë e mirë për ta kaluar me familjen tuaj, ashtu siç ju doni të bëni. Mundohuni t'i largoheni sa më shpejt punëve të shtëpisë dhe planifikoni diçka argëtuese për pasdite. Ndoshta do të shijonit një shëtitje në një park apo kinema. Çfarëdo që të vendosni, ngrohtësia dhe dashuria do të përshkrojë ajrin tuaj. Bricjapi, energjitë planetare të sotme mund të vendosin çështje shpirtërore në mendjen tuaj. Fokusi juaj ka të ngjarë të jetë tek gjendja e njerëzimit dhe çfarë mund të bëni për të ndihmuar të tjerët më me pak fat. Bëni disa telefonata ose bëni disa kërkime në internet. Zbuloni se si mund të përfshiheni. Nëse nuk keni kohë, një dhuratë monetare mund t'ju ndihmojë të ndiheni më të Ujori. Ju mund të jeni duke menduar për çështje politike apo sociale sot. Mund të jeni të shqetësuar për të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve të tuaj. Mund të përpiqeni ta ngrini këtë temë në një mbledhje shoqërore. Dikush që takoni atje do t'ju mësoj diçka për këtë çështje. Nëse ju duhet përfshiheni më tej në rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzve për këtë çështje, bëjeni. Peshqit. Dita e sotme do të paraqesë jo vetëm një vazhdim, por edhe një intensifikim të energjive të forta që ju kanë shtyrë drejt zbulimit vetvetes. Mundohuni të merrni pjesë në këtë detyrë. Nëse jeni të sinqertë, shpërblimet do të tejkalojnë eksperiencat e këqija që keni kaluar.